Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Italia. Mirëmëngjes, me kënaqësi ju dëgjojmë dhe ju urojmë shëndet, muaj të mbar. Më thuaj, mendimi juaj, muaj të mbar dhe për ju. Sa i ndjek zhvillimet në Shqipëri? Mosha ime, pavarësisht se jetojmë larg atëut, e kemi mendjen gjithmonë në vendin tonë. Atje jemi lindur, jemi rritur dhe kemi punuar. Kështu që vazhdimisht në mëngjes ngjojmë lajmet, shikojmë ngjarjet e ndryshme. Unë nuk desha të hyj në problemet politike, ata janë probleme që i zgjidhin të tjerët, edhe më vjen keq që janë disa njerëz të thjesht po që rrinë e merren përdit me politikë këtu në ekran. Unë para disa ditësh kam parë dhe ju jeni ndjeni që 3 vet janë vrarë me thika për probleme, për gjëra të kota banale, tamam gjëra të kota e tjera të tmerrshme, po. Dhe kjo është që duhet na shqetësoj. Prandaj unë si gjithmonë shkruaj poezi dhe atë ditë shkrova një poezi me titull Numëro deri në 100. Numëro deri në 100. Dhe e dëgjojmë. Është e shkurtër, mund ta lexoj. Patjetër, mund ta lexosh. Nëse bleta të ka ikur, nëse truri të punon, nëse pulsin e ke fikur, deri në 100 numëron. Nëse ke gjë në dorë, thik apo gur me çepa, plaki tej në ato orë dhe rri me duar në xhepa. Mos e merr veten në qafë, mos e çoj jetën për lesh, po e bëre këtë gaf, në jetë qanë, kur s'kesh. Kur numërimin ke mbaruar, kthehet bleta në koshere, zemrimi të ka kaluar, atëherë vendimin mere. Shumë e bukur. Shumë e bukur, zotre. Jeta është e shtrenjtë dhe nuk duhet të absolutisht, jeta e shtrenjtë. Unë më lejo të them diçka, sepse sinqerisht shumë e shkurtër, por shumë kuptim plot. Numëro deri në 100 që jo mos e bëj gjë në ngjangësi e sipër. Prit pak sekonda të kaloj, jemi kthjelluar. Në ngjangësi e sipër, në fraksion sekondi, bëhet me njërë me e keqja. Shumë e bukur. Edhe ato 2-3 le themi paragrafet e fundit apo ato të fundit më pëlqyen jashtëzakonisht. Sepse jeta kushton dhe nuk kthehet më. Shumë e bukur. Ju përshëndes. Ju përshëndes, faleminderit, me të vërtet numër deri në 100, po mesazhi i asaj që tha zotria, domethënë ngjarje vrasin nga më banalet, asnjëherë mos merr vendim në ngjangësi e sipër apo në fraksion sekondi. Të paktën prit pak. Qoftë edhe deri në 100, për 100 sekonda, as 2 minuta.